Ndrojet, njëri nga të lënduarit nga tragjedia në Koçan arrin në 60 numri të vdekurve nga zjarri. Ekspertët e kushtetutës punojnë në përpilimin e ligjit për përfaqësim të drejtë. Rrezon akuzat e FMR DPMN-s, antikorrupsioni ndaloi procedurën për pasurinë e Filipçes. Për një vit, 140 të vdekur nga aksidentet e trafikut, 30 prej tyre ishin këmbësar. Të nderuar shikues, përshëndetje. Menaxheri i diskotekës Puls ka ndruar jetë në Lituani. 60-vjeçari Aleksandar Karadakovski ka ndruar jetë pasi në natën fatale ai kishte pësuar dëmtim të rrugëve të brendshme të frymëmarrjes nga tymi që kishte thithur. Sipas ministrit të Shëndetësisë Arben Taravali, ky rast ka qenë nga rastet më të komplikuara nga kjo tragjedi. Në Shkup po mjekon edhe 14 pacient, prej cilëve 5 sot lëshohen në shtëpi. Personi 60 i cili ndërroi jetë nga zjarri në Koçan është menaxheri i diskotekës Puls, 29-vjeçari Aleksandar Karadakovski, i cili mjekoheshte në Lituani. Arsyeja kryesore nga e cila ai ka vdekur sipas mjekëve është dëmtimi i rrugëve të brendshme të frymëmarrjes nga tymi që ka thithur. Ai ka pasur djegje në trup 36%, sidomos në fytyrë dhe qafë, dhe djegja ka qenë e shkallës së 2 dhe të 3. Gjithashtu edhe nga 1 prilli atij janë ndërprerë së funksionuari edhe veshkët dhe është vendosur në dializë. Sipas ministrit të Shëndetësisë Arben Taravarit, ky rast ka qenë nga rastet më të komplikuara nga kjo tragjedi. Ky ishte në 4 personat në gjendje kritike, bile më kritik se gjithë tjerit ky rast. Kështu që vështirësimi dhe komplikimi paraqitet prej 1 prilli, kur nisin edhe veshkët mos funksionojnë dhe vendoset në dializë. Kështu që e pritshme në qoftë se dikën pritshëm që ndron jetë, ishte mu ky rast që ishte më i komplikumi prej të gjithë rasteve kritike. Drejtori i spitalit Shënomi Ohrit Neboj Shanastov tregoi se Karadakovski ishte pranuar në këtë spital në orën 6 të mëngjesit ditën e tragjedisë, pas çka menjëherë është vendosur aparati për frymëmarrje artificiale, ndërsa brenda 24 orëve është dërguar në Lituani. Sipërfaqja totale e djegur e tij ishte rreth 36%, cilat parasëgjitësh ishin në kokë, qafë dhe ekstremitetet e sipërme. Djegja ishte e shkallës së 2 dhe të 3. Për shkak të tymit që ka thithur, janë dëmtuar organet e frymëmarrjes. Kolegët në Lituani, me cilët jemi informuar rregullisht, na konfirmuan se është konstatuar se një pjesë e madhe e sistemit të frymëmarrjes së Karadakovskit është dëmtuar për shkak gjendja është përkeqësuar dhe ai u ka nënshtruar plagëve të marra. Trupi i pajeti Karadakovskit, siç thanë nga Ministria e Shëndetësisë, do të transportohet në Maqedoni dhe se ato do të mbulojnë shpenzimet, kurse obduksioni i trupit do të bëhet në mjekësinë ligjore në Shkup. Në vend po mjekohen edhe 14 pacient, prej të cilëve 5 sot lëshohen në shtëpi, kurse jashtë shtetit po trajtohen 69 pacient, pasi sot kthehen 6, 2 prej Bullgarisë, 2 prej Spanjës dhe 2 prej Hungarisë. Rreth 20 pacient janë në intubim, kurse 3 pacient mbeten në gjendje shumë të rëndë. Prokuroria Themelore Publike ka bërë me dije se do ta ndërpresë procedurën hetimore për menaxherin e diskotekës Puls, i cili sot ka ndruar jetë. Duke marrë parasysh se viktima e 60 e sotme nga zjarri katastrofik në Koçan ishte i përfshirë me urdhër për zhvillim procedurës hetimore në cilësinë e menaxherit të personit juridik, Prokuroria Themelore Publike Koçan, pas marrjes së dokumentacionit zyrtar për rrethanat e vdekjes, do të lëshojë urdhër për ndalimin e procedurës hetimore nga Prokuroria e Shtetit. Njoftojnë ata përmes një komunikate dërguar mediave. Mëtej kanë thënë se Kolegjiumi Profesional i Prokurorisë Publike sot ka mbajtur mbledhjen në përbërje të zgjeruar dhe me një minutë heshtje në shenjë respekti për viktimat e tragjedisë në diskotekën Puls në Koçan, ku janë prezentuar veprimet e deritanishme, mënyra dhe koncepti i hulumtimit dhe aspektet profesionale të rastit që prokurorët kanë parasysh gjatë hulumtimit.
Edhe pse vitin e kaluar u paralajmërua se ligji për përfaqësim të drejtë do të miratohet së shpejti, ligji ka mbetur në labirintet e institucioneve. Ministri i Administratës Goran Minçev tha se një grup ekspertësh të fushës të drejtës kushtetuese po punojnë në përpilimin e zgjidhjes ligjore për përfaqësim të drejtë. Çfarë përmban ky ligj dhe kur do të jetë gati nuk dihet, por ministri tha se para se të hyjë në procedurë parlamentare, draft versioni i ligjit do dërgohet në Komisionin e Venedikut. Një grup prej ekspertëve të fushës të drejtës kushtetuese po punon në përpilimin e zgjidhjes ligjore për përfaqësim të drejtë, tha sot ministri i Administratës Goran Minçev. Ai nuk ka ndarë detaje se deri ku është përmbajtja e ligjit, por theksoi se draft versioni i ligjit do të dorëzohet në Komisionin e Venedikut dhe më pas do të hyjë në procedurë parlamentare. Ovaj memorandum Siç e dini, në kuadër të qeverisë është formuar një grup punues nga ekspertë të fushës të drejtës kushtetuese, e cila punon në përmbajtjen e ligjit për përfaqësim të drejtë. Unë si ministër nuk jam pjesë e atij grupi të punës edhe për këtë nuk mund të them se momentalisht deri ku është përmbajtja e atij ligji. Duhet të theksoj se përfaqësimi i drejtë i bashkësive etnike në shtet, në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar të Ohrit, është kategori kushtetuese. Minçev shtoi se në këtë zgjidhje ligjore po punojnë ekspertë në mënyrë që të mos vi sërish në situatë që ligji të dërgohet sërish në gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së tij. Në razmena në informacion. Unë kam këmbëngulur dhe është mirë që në atë zgjidhje ligjore po punojnë ekspertët, që të mos gjendemi sërish në të njëjtën situatë, që në kuadër të dorëzimit eventual në gjykatën kushtetuese dhe anulimit të disa neneve nga ligji ekzistues, ekspertët e së drejtës kushtetuese janë garanci se do të bëhet një ligj i tillë, i cili si draft version apo version i propozuar i asaj zgjidhje ligjore do të dërgohet në Komisionin e Venedikut dhe më pas do të hyjë në procedurë parlamentare. Kujtojmë se në tetor të vitit të kaluar, gjykata kushtetuese shfuqizoi mekanizmin e balansuesit, i cili shërbente për përfaqësim të drejtë të komuniteteve në administratën shtetërore, pas raportimeve të ndryshme për keqpërdorimin e tij. Pas kësaj, qeveria premtoi se do të sjellë ligj të ri për përfaqësim të drejtë, megjithatë në opinion ende nuk janë ndarë detaje se si do të duket ky ligj dhe as nuk është dhënë afat kohor se kur do të miratohet. Takimin me kryeministrin Mickoski, kreu i LSDM-s Venko Filipçe nuk e ka cilësuar monoetnik siç kanë deklaruar disa prej partive shqiptare. Filipçe deklaroi se me kryeministrin Kristian Mickoski janë dakorduar që të bashkëpunojnë në agjendën e reformuese për planin e rritjes, ku grupi i parë i ligjeve janë në fushën e drejtësisë, energjetikës, kulturës dhe digitalizimit. Lideri i LSDM-s Venko Filipçe ka deklaruar se në takimin e djeshëm me kryeministrin Kristian Mickoski janë dakorduar që të bashkëpunojnë në agjendën reformuese për planin e rritjes, në të cilën grupi i parë i ligjeve janë në fushën e drejtësisë, energjetikës, kulturës dhe digitalizimit. Ai edhe një herë ka bërë thirrje për takim liderëve të të gjitha partive parlamentare. Filipçe sërish mohoi se bëhet fjalë për një takim monoetnik, duke theksuar se kur bëhet fjalë për interesin e shtetit, palët nuk duhet të ndahen. Takimi shkoi mirë dhe duhet të them në mënyrë konstruktive. Ne morëm një qendrim të përbashkët për ta nisur atë, për të gjetur një mënyrë për të punuar në agjendën e reformave, sikur më parë, duke ndjekur shembullin e demokracive të zhvilluara. Suedia ka një shembull të tillë, Gjermania ka një shembull të tillë. Ne do të vazhdojmë të jemi politikisht ndryshe, por kur është fjala për shtetin, duhet të ulemi të gjithë bashkë dhe të zgjidhim problemet. Duke folur për reagimet e partive nga bloku shqiptar, Filipçe tha se thirrja ka qenë për të gjitha partitë. Kam bërë thirrje për mbledhje të kryetarëve të gjitha partive, një nga kryetarët e një partie shqiptare, tha se do të ishte humbje kohe dhe tani po na akuzojnë për një lloj takimi monoetnik. Takimi lindi nga tragjedia e Koçanit, kur pam se ka çështje të rëndësishme për zhvillimin e shtetit, për të cilat duhet të bashkëpunojnë të gjitha subjektet politike, pavarësisht nëse kemi prapavit të ndryshme politike, politika që i kemi zbatuar dhe planifikojmë të zbatojmë në të ardhmen. Në takimin e djeshëm, siç tha ai, ka përfaqësuar LSDM-n dhe janë takuar si lider të dy partive më të mëdha në bllokun Maqedonas. Komisioni Antikorrupsioni ndaloi procedurën për formularin e pasurisë së deputetit dhe kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe. Shtatorin e kaluar, VMRO DPMN akuzoi Filipçen se kishte fshehur pasuri, duke mos deklaruar gjitha shtëpitë e tij.
Komisioni Antikorrupsion e ndaloi procedurën për formularin e pasurisë së deputetit dhe kryetarit të LSDM-s Venko Filipçe. Në vendimin që komisioni publikoi të njëjtën në mbrëmje, theksohet se pas verifikimeve në kadastër, regjistrin qendror, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e të Ardhurave Publike dhe disa banka, është konfirmuar se formulari i Filipçes ishte i plot dhe nuk kishte fshehje të dhënave për pasurinë. Çështja u hap vitin e kaluar kur qeveria akuzoi Filipçen se nuk kishte deklaruar pasurinë në formularin e pasurisë në Komisionin për parandalimin e korrupsionit dhe se gjendja e tij pasurore ndryshonte nga gjendja e mëparshme në fund të mandatit si ministër i shëndetësisë. Kryetari i LSDM-s u akuzua se kishte fshehur pasuri duke mos deklaruar të gjitha shtëpitë e tij. Filipçe këmbënguli se pasuria ishte deklaruar sipas rregulloreve të reja të Komisionit Antikorrupsion dhe se nuk kishte fshehje, por vetëm disa kopje të ndryshme të pasurisë në kadastrën për të njëjtat prona. Ministria e Shëndetësisë i ka propozuar odës mjekëve që t'ja marrë licencën mjekut i cili ka qenë në ndrim në spitalin e Kumanovës natën kur ka ndruar jetë pacientive të atademi. Ministri Arben Travari tha se gjithashtu gjitha materialet për këtë rast qysh para një jave ja kanë dorëzuar prokurorisë. Më 17 mars, 32 vjeçari ndroi jetë në spitalin e Kumanovës, dyshoi se atij është dhënë ilaç të cilit ishte alergjik, pasi paraprakisht nuk është kontrolluar libreza e tij shëndetësore nga ana e mjekut. Ministria veç i ka propozuar odës së mjekëve për t'i marrë licencën mjekut që ka qenë atë natë kujdestar. Gjithashtu komplet materiali edhe i mjekësisë ligjore është dërguar në prokurori para një javësh. Një ngjarje të mërshme ka ndodhur të njëjtën në mbrëmjen në Gostjevar, kur një djalë 15 vjeçar ka përdhunuar vajzën e tezës së tij 5 vjeçare në shtëpinë e dajës së tyre. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se i mituri është arrestuar në pranitë të nënës së tij, ndërsa për rastin është njoftuar edhe prokurori publik dhe qendra për çështje sociale. Më datë 3 prill 2025 në ora 23:30, zyrtar policor nga Departamenti i Punëve të Brendshme Gostjevar në pranitë të nënës tij kanë privuar nga liria një të mitur 15 vjeçar nga Gostjevari duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm të një gruaje 39 vjeçare nga Gostjevari se i mituri, i cili është djali i motrës së saj, në shtëpinë e vëllaut të saj ka kryer sulm seksual ndaj vajzës së saj 5 vjeçare. Për rastin është njoftuar prokurori publik dhe qendra për çështje sociale Gostjevar dhe po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rastit, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Rrugët e Maqedonisë së Veriut janë ndër më të pasigurtat në Europë. Vetëm gjatë vitit që lan pas, 140 persona kanë gjetur vdekjen nga aksidente, 30 prej tyre kanë qenë këmbësar. Ndërkohë policia vazhdon me gjobat ndaj atyre që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Të njëjtën janë shqiptuar rreth 800 gjoba ndaj shkelësve të rregullave në trafik. Vitin e kaluar ka pasur rreth 140 viktima në aksidente trafiku në të gjithë vendin, 30 prej të cilëve kanë qenë këmbësor. Shifrat alarmante që janë shumë më shumë se mesatarja në Europë i publikoi ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski. Ai theksoi se duhet qasje profesionale në ndryshimin e dur të rregullorës ligjore, e cila në një pjesë për fat të keq sipas tij nuk është adekuate për nevojat që të gjithë ne si qytetar i kemi. Në ndërkohë, Ministria e Punëve të Brendshme për çdo ditë informon për gjobat që i vendosin ndaj atyre që nuk i zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë ditës së njëjtë janë regjistruar 794 shkelje të trafikut në territorin e gjithë shtetit, 163 prej tyre për tejkalim shpejtësie. Nga gjithsej 794 urdhra pagese të lëshuara gjatë ditës së djeshme nga punonësit e policisë në kuadër të kontrolleve të trafikut në rrugët e vendit për shkeljet e parkimit të parregullt, janë dhënë 269 urdhra pagese. Për shpejtësi më të lartë se ajo e lejuar, janë shqiptuar 163 masa. Për drejtim pa patent shofer, janë dhënë 69 masa. Ndërkaq, dënimet e tjera kanë të bëjnë me mosmbajtjen e ripit të sigurimit, përdorimin e telefonit celular gjatë drejtimit automjetit, drejtimin e automjetit në ndikimin e alkoolit dhe të tjera. Nga Ministria e Punëve të Brendshme informuan po ashtu se 12 mjete janë përjashtuar nga trafiku për shkak të defekteve teknike, ndërsa 10 mjete për arsye se nuk kishin regjistrim të vlefshëm.
Sindikalistët e gazetarisë kanë prezantuar sot deklaratën e përbashkët në cilën kanë kërkuar përmirësimin e të drejtave profesionale dhe kushteve të punës së gazetarëve dhe punëtorëve mediatik. Deklarata bazohet në faktin se gazetarët dhe mediat profesioniste duhet të jenë në gjendje të punojnë në një mjedis të lirë mediatik pa presione dhe kërcënime. Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve mediatik në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare të Gazetarëve ka prezantuar sot deklaratën e përbashkët në të cilën kanë kërkuar përmirësimin e të drejtave profesionale dhe kushteve të punës së gazetarëve dhe punëtorëve mediatik. Deklarata e cila u mbështet edhe nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Instituti Resis u krijua pas një aktiviteti treditor, misioni për skriningun dhe përfaqësimin për të drejtat profesionale dhe të punës të gazetarëve dhe punëtorëve mediatik në vend. Pjesë e projektit të drejtat e punës për gazetarit të pavarur, të mbështetur nga Bashkimi Evropian. Kryetari i Sindikatës së pavarur të gazetarëve dhe punëtorëve mediatik, Pavle Belovski, tha se deklarata bazohet në faktin se gazetarët dhe mediat profesionist duhet të jenë në gjendje të punojnë në një mjedis të lirë mediatik pa presione dhe kërcënime. Kjo vizita apo mision është i rëndësishëm për ne nga disa aspekte, para se gjithashtu mbështetja që marrim nga Federata Ndërkombëtare e Gazetarëve, e cila përfaqëson qindra mijëra gazetar nga e gjithë bota. Do të thosë shumë për ne, por është gjithashtu e rëndësishme për shkak të përvojës dhe njohurive që ata kanë kur bëhet fjalë për luftën për të drejtat e punës dhe përfaqësim për zgjidhjen e drejtpërdrejtë dhe përmirësimin e medias. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, Antoni Belanger, tha se gazetarët janë zëri i qytetarëve, prandaj meritojnë kushte më të mira të punës. Kur mos harroni se gazetarët punojnë në interes të publikut, mos harroni kur se gazetarët punojnë në interes të qytetarëve të vendit të tyre. Demokracia duhet të mbrojë një shtyp të lirë dhe të pavarur. Demokracia duhet të mundësojë mediave dhe gazetarëve të punojnë në kushte të mira. Demokracia duhet të sigurojë pavarësinë etike dhe ekonomike të gazetarëve të saj dhe pluralizmin e medias. Ekspertja e ligjit për media Deirdre Kevin tha se është e nevojshme që të zhvillohet legjislacion krejtësisht i ri për mediat. Është shumë e rëndësishme të vazhdohet me procesin e përmirësimit të legjislacionit të medias, veçanërisht në përputhje me ligjin evropian për lirinë e medias. Kjo vlen edhe për mbrojtjen e kushteve të punës së gazetarëve. Natyrisht nevojitet edhe transparenca e financimit të medias. Në deklarat theksohet se ligji për media duhet të ketë parasysh standardet demokratike, por edhe dokumentet dhe vendimet ndërkombëtare, si të Federatës Ndërkombëtare të Gazetarëve, ashtu edhe të agjencive kryesore të Kombeve të Bashkuara. Koalicioni Vlen ka fajsuar BDI-n për tarifën 33% që presidenti i SBA-s Donald Trump ja ka vendosur Maqedonisë Veriut. Vlen vlerëson se Maqedonia Veriut ka nevojë për politika të reja, për një qasje serioze të ekonomisë dhe për të rindërtuar marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. Pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili vendosi tarifa doganore për Maqedoninë e Veriut për 33%, kanë reaguar sot edhe nga koalicioni Vlen, të cilët për këtë fajin e hedhin tek BDI. Sipas tyre, vendi u përball me tarifa të larta nga SBA-ja si pasojë e personave non grata, duke aluduar në disa zyrtar të BDI-s. Nga Vlen theksojnë se arsyeja kryesore pse Maqedonia e Veriut po përballet me tarifa më të larta nga SBA-t nuk ka të bëjë vetëm me faktor ekonomik, por mbi të gjitha me prishjen e imazhit të shtetit në arenën ndërkombëtare. Kjo prishje e imazhit është rezultati drejt për drejt i keq qeverisjes dhe skandaleve të ish-pushtetit, duke përfshirë edhe funksionarët e BDI-s, të cilët sot ndodhen në listën e zezë amerikane, që nuk janë të vetëm, bashkë me ta janë edhe keqpërdorues nga kampi Maqedonas. Këta faqezin që sot janë bashkë në listën e zezë amerikane i ka bashkuar korrupsioni në bashkëpunimin për shkatërimin e vendit. Koalicioni Vlen vlerëson se Maqedonia e Veriut ka nevojë për politika të reja, për një qasje serioze ndaj ekonomisë dhe për të rindërtuar marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar, jo për si shton hipokrizi nga ata që e kanë shkatruar këtë vend.
Ndërkaq, në lidhje me vendosjen e tarifës për mashininë e veriut, gjatë ditës së djeshme reaguan edhe nga qeveria, të cilat deklaruan se tarifat e Trumpit nuk do të kenë ndikim në ekonomi dhe se ata theksuan se ekipet qeveritare kanë kohë që pa analizojnë pasojat e mundshme dhe së bashku kanë përgatitur një plan për tejkalimin e situatës. Kujtojmë se tarifat e SBA-s nga rajoni, Serbia është prekur me shkallën më të lartë prej 37.2%, e ndjekur nga Bosnia dhe Hercegovina me 35%, Republika Mashinisë e veriut të 33%, ndërsa Kosova dhe Shqipëria me nga 10%. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.